me datën 31 janar 2026 në qendrën Don Bosco në Podgoricë, u mbajt një aktivitet kushtuar fëmijëve dhe të rinjve në nder të Shën Don Boscos, figurë e njohur e Kishës Katolike dhe mbrojtës i rinisë. Aktiviteti u zhvillua në formën e oratorit ditor me animatorët e Don Boscos, ku fëmijët patën mundësi të marrin pjesë në një program të pasur me këngë, lutje, lojra dhe punëtori kreative, si dhe në përgatitje për meshën e shenjtë. Atmosfera ishte mbushur me gëzim, bashkëpunim dhe energji pozitive, duke krijuar një hapësirë miqësore dhe edukative për të gjithë pjesëmarrësit. Programi nisi në orën 14 dhe u përmbyll me kremtimin e meshës së shenjtë në orën 18. Gjatë këtij organizimi u rikujtoa dhe figura e Don Boscos, i cili njihet si prift dhe edukator italian i shekullit XIX, i përkushtuar jetësisht ndaj fëmijëve dhe të rinjve, sidomos atyre në nevojë. Ai besonte se edukimi duhet të ndërtohet mbi dashuri, mirëkuptim dhe besim, duke i afruar të rinjt përmes lojës, bisedes dhe mbështetjes, e jo përmes frikës apo ndëshkimit. Don Bosco themeloi oratoret, qendra rinore ku fëmijët mësonin, argëtoheshin dhe ndiheshin të sigurt, model që vazhdon edhe sot në shumë vende të botës. Për televizionin Bojnë, disa nga fëmijët pjesëmarrës u shprehen me entuziazëm për përvojën e tyre dhe aktivitetet e zhvilluara. Na ka do si e ke emrin? Zana. E sa vjeç je, Zana? 7. Pse ke ardhur sot këtu? Kam marrë me lojë me tjera fëmijë. E din se sot është dita e Don Boscos? Po. Mirë, cilat lojra po të pëlqejnë ty sot? Sot kam lojë me top, kam lojë mu kop jara tjetër. Me ka ke ardhi sot këtu? Vetë kam marrë me motën e marrë edhe me 2 kushrinat e jemi. A është e para herë që vjen këtu e në oratori? Jo. Mirë. A ke dëshirë prap me ardhë tjetër herë? Po. Sa vjeç je? 4. A shkon në kopsht? Po. Mirë, me ka ke ardhë sot këtu? Me mamën. E pse ke ardhë? Çka jetu me bon? Çka jetu me luajt? Me shoqen e jemi. Me shoke, me shoqe? Po. Mirë. Apo të pëlqejnë lojna që i kanë përgatitur sot këtu? Po. Do me ardhë prap përsëri këtu? Po. Emrin e kam Learta, e emrin e kam Asanaj. Sa vjeç je? 6. Shkon në shkollë? Po. Mirë, pse ke ardhur sot këtu? Për me luaj me foke soqe.
Ka të zomë, qëka keni luajtur? Kam luajt. E luajt. E me kanë ke arë sot këto? Me taten, e me vahun, e me mamen. A është e para herë që vjen në oratori këtu? Po, E para herë. Ja ke njoftu një shok apo shoqe të re? po, Mirë, po të pëlqejnë lojnë, po kalon mirë sot, po knaqesh sot? po, Mirë, dhe menon me arë përsëri këtu? po. Magdalena dedi Vanaj Sa vjeç je? 7 vjeç do më bush 8. Në cilën klasë je? Dytën. Mirë, tregom se ke ardhur sot këto. E kom marrë për me luaj qefin, me pësua uratë dhe me lua. A ke njoftuar shok apo shoqe të reja këto? E kom njoftuar do shoqe që janë klasë 2 dhe unë bashkë me të në shkollë teme. Po si po kalon sot? Çka kanë përgatit animatorët për këtë ditë? Ne jenë tu me lua, tu me lua, edhe tu me gëzuon krejt, tu me vizatua, tu me E cili aktivitet po të pëlqen ty më shumëtit? Ma shumë të jeve adite këta me vizatua. Çfarë ke vizatuar? Vizatua gjana për shamë mace, mace qenjë, edhe çfarë kafshët tjera edhe njerëzat. Është herë e parë që vjen këtu në oratori? Jo, kom pas ardhë gjithmonë. Mirë, dhe ke ndonjë mesazh për gjithë shokët e shoqet? Mua më pëlqye shoqet i kushrin, për nuk kom shoqe, i kom tana kushrin. E kom një kushrin djallë që ai jetën t'i ku në Gjosh Kastrioti Skënderbeu shkollës tam. Ai po nis me jeton Kakariq. Si e ke emnin e mjenë? Nikolina Perkaj, Sa vjeç je? 8, Mirë, po në cilën klasë je? 3. Mirë, është herë e parë që vjen këtu në oratori. Kam parë edhe ma parë, Dhe si po kalon sot? fort bukur. Cilat aktivitete i kanë përgatit animatorët për ju? Me vizatua edhe me luaj. Po e din ti se cila ditë shënohet sot? Dite Don Boskos. Dhe cili aktivitet po të pëlqen ty më shumëtit? Me luaj edhe me këtua, hirmen. Me kanë ke arë sot këto? Me motra, Dhe ke njoftuar shok apo shoqe të reja? po. Unë quhem Emily Lurgjuraj, Sa vjeç je? letë. Po shkon në shkollë, se në klasë je? Jam në 5. klasë. Është herë e parë që ti merr pjesë në oratori? Jo, Për cilën herë merr pjesë? Të 5. kujtohet? herë. Për 5. herë. Mirë, e si po kalon sot? E din se cila ditë është sot? Sot është dita në Don Bosco dhe mu po më pëlqen shumë. Cilat aktivitete i kanë përgatitur animatorët për ju fëmijët? Me knua kënga, me shkua mesh, edhe me vizatu edhe me bë ma shumë shok. E shoqe. Dhe cili aktivitet po të pëlqen ty më shumëtit? Me knua, Me kënua. Mirë, po ke njoftuar shok apo shoqe të reja ti? po shumë. E me kanë ke ardhur? Me nenën, Mirë, ke ndonjë mesazh për gjithë të shokët e shoqet që me ardhin këto aktivitete, mu hyrë qellata këtu? se është shumë bukur edhe bëhna tonë si familje. Ndërsa për figurën dhe mesazhin e Don Boskos, foli më gjërësisht Don Leka Oroshi, duke theksuar rëndësinë e edukimit dhe përkushtimit ndaj të rinjve. Sigurisht, aktivitetet e sotshme, nuk janë vetë sotshme, janë disa ditore për Don Boskon. Don Bosko, e dini, e mësoni, që ka qenë një prift para 248 viteve që ka jetu në Torino. Ka fillu një revolucion që ti ndihmon fëmijëve dhe të rive që mos të shfrytëzohen, që mos punojnë, që të luajnë, të mësojnë edhe zanate.
Se është e rëndësishme që fëmijët të mësojnë për figurën e Don Boskos? Unë mendoj si se cili prej nesh, edhe shikuesit, kemi në jetën tonë dikush që na ka frymëzuar. Prindrit, gjyshrit, halla, tezja, unë mendoj që edhe Don Bosko mund tjetë, për mua ka qenë, po mund tjetë për secilin njeri, të ri, edhe të rritun si person frymëzues që është shumë e rëndësi. Në më thënë, ka dediku jetën të rive, kjo është. Çfarë ka përfshirë dita e sotme, këto aktivitete? Po, kështu, para dite, jemi taku sot është shtun, jemi taku ka ora 10 e gjys, përgatitjet me animator, para animator, edhe të rritunit. Në ora 12 kemi fillu disa përgatitje, se fëmijët kanë pas me ardhur në ora 2. Një qaj, një drek, një diçka. Prej orës 2:30 saktësisht, regjistrimet që kanë qenë janë dikun jam 170 fëmijë plus animator, dikun 200 gjithë bashku, himni, jo loj, jo vetëm argëtim, po edhe mësim, edhe formim. Kështu që mbi jetë në Don Boskos, veprimtarin edhe argëtim zbashku të dyat. Formimi edhe argëtimi zbashku. Dhe si kanë pritur fëmijët këto aktivitete? Po na kanë lodhë me shpirt, sepse, po, në kuptimin e mirë, kuptimin se kemi shkëmbim numrash, jo kur fillon, jo a ka me hangër, a do të luajmë, a mi marrë 2 partesha, a do të djersitemi, shtu që bukur e kanë prit mirë. Po, animator, çfarë rolit kanë në këto aktivitete? Sa janë të kyçur ata në të vërtet për përgatitjen e të gjithë kësaj? Animatorët janë në 3 grupe. Grupi parë është para animatorët. 14-18 vjeç. Animatorët 18, 22, 3, edhe këta të rritunit që janë më të rritunit si edukator, kështu që. Rolet e tyne dhe në sistemin e Don Boskos është shumë rëndësi që të dihen rolet. Kush ka me ba një punë, kush tjetrën, kush kuzhinën, kush lutjen, kush sportin, që mos të shkelen, mos të ngarkohen. Kjo ditë do të përmbyllet edhe me celebrimin e meshës së shenjtë, apo jo? Tash edhe një gjysore, fëmijët kanë pas, kur kanë ardhur një merend të vogël, një uzhinë vogël, një qaj, një lang, kryesisht qaj, ose qumsht me pak kakao, okej. Mas në nga mesha, tash e kemi ata që dojnë, absolutisht, sepse edhe prind janë të lajmëruar, kush nuk donë, kush ka urgjenca tjera, absolutisht jo si turma, kush donë. Kështu që disa prind erdhën më herët, me obligime të vikendit, i morën një 10-15 fëmijë edhe shkuan. Tjerët janë këtu, ta shohin, ta shmeshën, besoj që do t'jetë një pjesë dërmuese, do t'a udhëheqjon, edhe do të mundohem gjithmonë që edhe mesha t'jetë e kapshme, si në fjalë, si në shpjegim, po ju e gjatë, po tamam kështu. Dhe për fund mesazhi kryesor që përcjell Don Bosko tek ne. Po, faktikisht përshto edhe një gjamë. Nesër është e diele, kemi meshën gjithmonë kush dëshiron, prej prindve, fëmijëve, me ardhë, në ora 11 mas meshe, kemi një drek koktel zbashku, pastaj pak aktivitet, deri ka ora 2-3, edhe shkojmë pasaj në për shtëpia. Vazhdojmë javën e ardhshme. Mesazhi Don Bosko, mund të themi çka dojmë, ndoshta nuk do të tërheqi ujë në mullirin tim,
po Don Bosco metet sistemi edukativ jo më i miri, jo më i mesmi, jo më i keqi, po metet sistemi edukativ parandalues që na mundohemi me o transmitu fëmijëve, që ta identifikojmë problemin, fëmiju që është tepër i gjallë, fëmiju që është pak mistret, që ta parandalojmë së bashku me prindë gjithsesi. Don Bosco është ai që para 200 kusur vjetëve, si që thash, ja ka kushtu jetën vetës, edhe ne mundohem në atë vogelsin tonë, t'ja kushtojmë, po. Kaq, falenderit. Mesazhi i tij i njohur bën hudrit aty ku je, vazhdon të jetë frymëzim për brezat e rinj, duke i bërë figurën e tij simbol të shpresës, edukimit të përkushtimit ndaj rinisë. Aktiviteti i mbajtur solli pikërisht këtë frym bashkimi dhe vlerash, duke lënë përshtypje pozitive tek fëmijët dhe prindrit e pranishëm.